Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan. Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte me mjeku në studio do të flasim për kirurgjin plastike estetike, por fillimisht do të ndjekim një material të realizuar në Spitalin Amerikan 2, ku kemi përcjell një ditë pune të kirurgut estetik Ali Ertan Çapar. Një nga 20 kirurgët estetik më të njohur të Stambollit, Dr. Ali Ertan Çapar, ka sjellë përvojën dhe profesionalizmin e tij në Spitalin Amerikan 2 në Prishtinë. Ai është specialist i kirurgjisë plastike dhe estetike që ofron shërbime të personalizuara duke përfshirë procedura të ndryshme për trupin dhe fytyrën. I'm Dr. Ali Ertan Çapar. Përshëndetje, unë jam Dr. Ali Ertan Çapar, specialist i kirurgjisë plastike, estetike dhe rekonstruktive. Punoj në Stamboll, por tashmë kam filluar të pranoj pacientë edhe në Spitalin Amerikan në Prishtinë. Mund të më kontaktoni për çdo lloj ndërhyrjeje apo procedure kirurgjie plastike, kirurgji të gjirit, smallim, osteopati dhe reduktim rektal, rekonstruksion pas kancerit, për barkun, për rikonstruksion apo formësim të gjithë trupit, dhe gjithashtu kirurgji të fytyrës, rigjenerimi i fytyrës si kirurgjitë endoskopike të mes fytyrës, kirurgjitë klasike të fytyrës, të vetullave dhe çepallave. Çfarë do pyetje që keni, mund të më drejtoni. Dr. Çapar ofron rikonstruksion të gjirit për pacientet që janë operuar nga kanceri, duke përdorur metoda të ndryshme si implante ose inde nga trupi i vet pacientës për të rikthyer formën dhe funksionin e gjoksit. I want to tell you about some procedures. Dua t'ju flas për disa procedura. Për shembull, rikonstruksioni i gjirit pas operacionit të kancerit të gjirit. Gjiri është një organ shumë i rëndësishëm për trupin. Pas kancerit, pas asaj lufte të madhe, shumë gra fillojnë të kërkojnë të rikthejnë gjinët e tyre. Kjo mund të realizohet në të njëjtën seancë me kirurgët e përgjithshëm ose të tjerë specialistë. Mund të krijojmë gjinët të ri që nga fillimi, me implante ose duke përdorur inde nga vetë trupi juaj, nga shpina apo zona abdominale. Ka disa metoda që mund t'i përdorim. Nëse përballeni me një situatë të tillë, ju lutem të na kontaktoni. Ai ofron abdominoplastik dhe formësim trupi për ata që kanë kaluar në ndryshime fizike si pasojë e lindjes apo humbjes së peshës, duke rikthyer një pamje më simetrike. I want to tell you about some procedures. Dua t'ju flas edhe për disa procedura tjera, si abdominoplastika dhe formësimi i trupit. Një koncept që duhet trajtuar në tërësi. Kjo procedurë zakonisht aplikohet pas lindjes apo pas humbjes së peshës, kur ndodh një deformim i trupit. Me ndihmën e liposuksionit dhe abdominoplastikës, mund të rikthejmë formën e trupit. Ndoshta jo saktësisht si më parë, por shumë afër. Me liposuksion, ne mund të riorganizojmë yndyrën, ta heqim ose ta vendosim aty ku duhet, për të rikrijuar formën që dëshironi. Kjo mund t'ju bëjë të ndjeni shumë të lumtura. Dr. Çapar kryen edhe operimin e zmadhimit të gjoksit, duke përdorur implante të gjeneratës së fundit për të arritur rezultate natyrale dhe të sigurta me teknikë minimale për rikuperim të shpejtë. Dua t'ju flas edhe për kirurgjitë të zmadhimit të gjirit. Zmadhimi i gjirit është një temë shumë e rëndësishme për shumë gra, sepse gjinët e vegjël janë kthyer në një pikë pyetje në ditët e sotme për disa persona. Nëse dëshironi të ndiheni më të lumtura përpara pasqyrës, mund të vendosni të zmadhoni gjinët tuaj. Për këtë kemi disa metoda, por më e rëndësishme është përdorimi i implanteve. Sot përdorim implantet e gjeneratës së 6 dhe të 7. Këto procedura mund të realizohen me prerje shumë të vogla. Mund të jetë një ndërhyrje ditore ose me një qëndrim një natë në spital dhe rezultatet janë të sigurta dhe të shpejta. Kjo mund t'ju bëjë të ndiheni më të lumtura. Në Spitalin Amerikan 2, Dr. Çapar do të kryente një operim për zvoglimin e gjoksit të një pacienteje. Fillimisht, doktori zhvillon një konsult të detajuar me pacientën ku diskutohen pritshmëritë dhe detajet e procedurës. Procesi nis në sallën e operacionit ku gjithçka është përgatitur me kujdes. Pajisjet kirurgjikale janë të vendosura në mënyrë të rregullt dhe të sterilizuara, ndërsa ekipi mjekësor kontrollon çdo detaj para fillimit të procedurës. Në
Në sallën sterile të operacionit, ekipi mjekësor punon me koordinim të plot, ndërsa doktori Çapar udhëheq të hap të ndërhyrjes. Procedura zhvillohet me kujdes të madh, ku qëllimi është jo vetëm reduktimi i masës së gjoksit, por edhe ruajtja e formës natyrale dhe simetrisë trupore. Ndërhyrja përfundon me sukses dhe ekipi mjekësor përkujdeset për përfundimet e procesit. Në drejtimin e doktor Ali Ertan Çapar, çdo hap u realizua me profesionalizëm dhe përkushtim, duke reflektuar standardet e larta të praktikës kirurgjikale. U rikthyem në studio ku të ftuar kam doktorin Ali Ertan Çapar, një nga 20 kirurgët më të njohur të Stambollit, tani ekskluzivisht në Spitalin Amerikan 2 në Kosovë. Mirëmbrëma doktor, mirë se erdhët. Thank you very much. Doktor, a na tregoni fillimisht cilat janë shërbimet mjekësore që i ofron ju në Spitalin Amerikan 2 në Kosovë? I'm plastic surgeon. Unë jam kirurg plastik, i specializuar në kirurgjinë estetike dhe rekonstruktive. Prej më shumë se 15 vitesh e kam ndërtuar praktikën time profesionale mbi këtë bazë. Punoj me të gjitha pjesët e trupit, nga thon deri tek flakët. Ne realizojmë çdo lloj ndërhyrje kirurgjikale, përfshirë kirurgjinë estetike, kirurgjinë e tumoreve, rekonstruksionin pas kancerit të gjirit, si dhe trajtimin e plagëve apo kontrakturave nga djegjet. Pra, kirurgjia që realizojmë nuk kufizohet vetëm të aspekti estetik. Kirurgjia estetike nuk duhet menduar si diçka jashtë shëndetit. Në fakt ajo lidhet drejt për drejt me shëndetin. Qëllimi ynë është të zgjidhim problemet e pacientëve dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së tyre, qoftë përmes transplantit të flakëve, trajtimit të problemeve me thënë, apo plagat në trup, përmirësimit të lëvizshmërisë së nyjeve të tjera. Përdorim edhe metodat e avancuara si terapitë me qeliza burimore dhe tekniket të kirurgjisë estetike për të ndihmuar pacientët të ndihen më mirë si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Aesthetic surgery to qualify their lives. Doktor, po pse e keni zgjedhur pikërisht Spitalin Amerikan për me ofru shërbimet për cilat ju jeni i specializuar? Unë realizoj ndërhyrjet e mia kirurgjikale dhe për të treguar aftësitë e mia dhe për të kryer çdo lloj ndërhyrje. Kam nevojë për kushtet e mira pune. Këtu kam gjetur të gjitha kushtet dhe infrastrukturën e nevojshme. Në këtë spital mund të realizoj çdo lloj ndërhyrje kirurgjikale. Doktor, cilat janë shërbimet, opsionet kirurgjikale që i ofroni ju për formësimin e gjoksit? For the breast, there is different kind of surgeries. Për gjoksin ekzistojnë dy lloje të ndryshme ndërhyrjesh kirurgjikale. Kryesisht mendoj se gratë duan të arrijnë një rezultat të mirë estetik, të kenë një formë të bukur të gjoksit, të qëndrojnë pa recipeta, të zmadhojnë, të rimodelojnë apo edhe të zvoglojnë. Në fund ato synojnë një formë të bukur dhe pa probleme. Nuk ka një mënyrë të vetme që i zgjidh të gjitha rastet. Çdo paciente ka nevojat dhe dëshirat e saj. Ndaj ne ofrojmë opsione të ndryshme. Mund të vendosim implante, mund të përdorim ende nga vetë trupi i pacientës. Ndonjëherë mjafton vetëm të hiqet lëkura e tepërt dhe të riformësohet trupi. Gjithashtu mund të bëjmë procedura vetëm me yndyr apo liposuksion. Ka shumë lloje ndërhyrjesh, por hapi i parë dhe më i rëndësishëm është të flasim me pacientën dhe të marrim një vendim së bashku për llojin më të përshtatshëm të kirurgjisë. Too many kind of surgeries, but first we need to talk with the patient and we need to decide together for the kind of the surgery. Doktor, po për zonën e barkut, çfarë procedurash ofroni? For abdomen area, liposuction, mostly asked two questions. This area, especially after the birth. Për zonën e barkut, pyetjet më të shpeshta lidhen me liposuksionin. Kjo zonë veçanërisht pas lindjes të gratë shfaq lirshmëritë e lëkurës dhe ndonjëherë parregullsinë në sipërfaqe. Prandaj fillimisht duhet ta vlerësojmë situatën dhe të bisedojmë me pacientën. Ajo duhet ta di se nuk mund të zgjidhim të gjitha problemet vetëm me kirurgji. Needs to know that we are not we couldn't fix all problems by itself. Sure. So
Pacientja duhet të filloj me ushtrime fizike dhe me një dietë të shëndetshme. Më pas ne mund të rimodelojmë trupin përmes liposuksionit, përmes heqjes kirurgjikale të lëkurës së tepërt, apo pas lindjes kur ndodh relaksimi i muskujve të barkut. Ne mund të korrigjojmë atë dhe t'i japim një formë të bukur barkut. Dua të theksoj se shpesh është nevojshme një kombinim i metoda për të arritur rezultatin më të mirë. Ndonjëherë vetëm abdominoplastik, ndonjëherë vetëm liposuksion, apo të dyat bashk. Mund të përdorim edhe pajisje mjekësore me burim energjie si lazer apo aparate me ultratinguj për shtrëngimin e lëkurës. Prandaj edhe në këtë rast, biseda me pacientën është thelbësore për të zgjidhur së bashku mënyrën më të përshtatshme të trajtimit dhe për të arritur rezultatin që ajo dëshiron. For tightening of the skin, so again we have to talk with the patient and give the right result together. Po, doktor, çka është liposuksioni 360 shkallë edhe cilat zonat të trupit i përfshin kjo procedurë? It's easy way to Është lehtë të thuash le të bëjmë liposuksion në gjithë trupin, por në realitet nuk ekziston një lloj i tillë ndërhyrjes kirurgjikale. Liposuksioni shpesh perceptohet si një ndërhyrje e vogël, por jo, sipas mendimit tim, është një nga ndërhyrjet më të mëdha në kirurgjinë estetike. Po, ne përdorim vërima shumë të vogla për të hyrë, por ndërhyjmë në një përqindje shumë të madhe të trupit, ndoshta deri në 90%. With metabolic problems, aesthetic problems combined. Kur liposuksioni kombinohet me probleme metabolike dhe estetike, pacientët shpesh kanë ankesa pas operacionit. Prandaj unë nuk jam për idenë e liposuksionit të gjithë trupit. Nuk e praktikoj dhe nuk përdor këto terma. Për shembull, kur flasim për liposuksion 360 shkallë, kjo mund vlej për zonën e barkut, shpinës dhe anëve. Po, e bëjmë. Ose në një fazë tjetër mund të trajtojmë këmbët, krahët apo qafën, çdo pjesë të trupit në mënyrë të veçantë. Këtë mund ta bëjmë me ose pa pajisje që funksionojnë me burime energjie, si lazeri apo ultrazëri. Kur pacienti vjen për konsultë, unë duhet të shoh nëse është vërtet i përgatitur për liposuksion. Unë mund të kryej operacionin, mund të heq edhe 10 litra yndyrë, por a do ta zgjidh kjo problemin? Jo. Nëse pacienti vjen me 120 kg apo 110 dhe mendon se vetëm me një operacion do të ndihet mirë, përgjigjja është përsëri jo. Fillimisht pacienti duhet të përgatisë trupin e vet me ushtrime dhe dietë, dhe pastaj ne mund të bëjmë riformësimin me liposuksion. Liposuksioni nuk është metodë për humbje peshe, është metodë për riformësimin e trupit. Prandaj gjithmonë ushtrime, dietë dhe pastaj liposuksion. Dhe sa i përket gjithë trupit, unë nuk e bëj liposuksionin në të gjithë trupin për një herë. E bëj pjesë-pjesë në mënyrë të matur dhe të planifikuar. Duhet ta mendosh trupin si një koncept. Kur mendon një zonë, për shembull barkun, shpinën dhe anët, atëherë po, ne po flasim për një ndërhyrje 360 shkallë, por gjithmonë në pjesë të veçanta dhe me qasje të kujdesshme. 360 degrees, but in small parts. Doktor, po cilat janë shenjat që dikush ka nevojë për një facelifting? The patient will decide. When he or she looks the mirror, he will say, Pacienti është ai që vendos, kur ai apo ajo shikon veten në pasqyrë dhe thot, dua të rikthehem në pamjen e moshës sime të re. Atëherë fillon procesi. Plakja është një proces i ngadalshëm, nga mosha 20 deri në 40 vjeç. Njeriu gradualisht ndryshon. Prandaj edhe ndërhyrja duhet të jetë graduale. This problem with the slowly. I don't accept to do. Unë nuk pranoj të bëjmë njëherë një facelift të plotë, ngritje të fytyrës. Fytyra duhet përgatitur edhe psikologjia e pacientit. Fillimisht mund të injektojmë yndyrën e fytyrë. Deri më sot asnjë pacient nuk ka ardhur duke thënë drejt për drejt, doktor më bëj faceliftin. Kjo është e pamundur. Duhet të krijohet besimi të kirurgut dhe unë gjithashtu duhet të kem besim të pacientit. You have to trust your surgeon. And I have to trust my patient too, because it's sepse kur ndryshojmë fytyrën e pacientit, kemi të bëjmë me matje biometrike që përfshin një farë rreziku. Prandaj gjithçka duhet të fillojë gradualisht me ndërhyrje si rinoplastika, veshet, vetulla të tjerë. Facelifti është hap i dytë dhe i fundit. Kur pacienti të ndjehet gati dhe thot, po doktor, tani jam gati, atëherë ne ofrojmë disa zgjedhje. Ndonjëherë bëjmë facelift klasik me prerje në këto zona. Ndonjëherë përdorim teknikën deep plane facelift. Në rast të tjera përdorim metoda endoskopike, pa asnjë shenjë të dukshme, vetëm me prerje të vogla këto dhe këto. Kështu mund të shohim gjithë zonën përmes kamerës dhe të realizojmë lifting në mënyrë shumë precize, nëse pacienti është i përshtatshëm. Only from cutting from here and from here, deeply we can see all the area. Prandaj ne duhet ta shohim pacientin, të flasim me të dhe të kuptojmë saktësisht se cilat janë prishmëritë e saj apo të tij. Vetëm atëherë mund vendosim për trajtimin e duhur. We need to talk and we need to know
what's his or her expectations. Doktor, po çka përfshin saktësisht një procedurë për formësim të trupit? For body contouring, yes, it's good thing. Për formësimin e trupit pas humbjes në peshë apo pas traumave fizike si pas lindjes, operacione obstetrike apo ndërhyrjeve si sleeve gastrectomy, është shumë e rëndësishme të kemi një qasje të mirë planifikuar dhe graduale. Kur pacienti humb 20 kg apo më shumë, trupi pëson ndryshime të dukshme dhe ne duhet punojmë hap pas hapi për ta ndihmuar. Unë nuk jam për të bërë ndërhyrje që zgjasin më shumë se 6 orë ose në një seancë të vetme. Prandaj planifikojmë kombinime të ndërhyrjeve, por gjithmonë me kujdes dhe në mënyrë të sigurt për pacientin. Kur bëhet fjalë për formësimin e trupit, zakonisht filloj nga gjoksi ose nga zona e barkut, por pacienti është ai që vendos. Ai ose ajo do të më thotë, doktor, kjo është zona që më shqetëson më shumë. Ne nisim nga ajo zonë dhe ajo bëhet shtysë psikologjike për pacientin, që të ndjej përmirësim dhe të fillojë të ndryshojë stilin e jetës. Më pas vazhdoj me fazat e tjera. Hapasapi mund të zgjidhim të gjitha llojet e problemeve që pacienti ka me trupin e vet. Gjithçka me një qasje të kujdesshme, të personalizuar dhe me synimin për ta ndihmuar pacientin të ndihet mirë fizikisht dhe emocionalisht. Doktor, pas një operimi për heqjen e gjirit për shkak të kancerit, çfarë mundësish ofron kirurgjia plastike për rikonstruktim? 20 years ago, I did a presentation for... Para 20 vitesh, kam bërë një prezantim për rekonstruksion të gjirit pas kancerit të gjirit. Në atë kohë zakonisht kirurgët e përgjithshëm e heqnin krejtësisht gjirin dhe pacientja mbetej me vetëm një anë të krahurit. Ekzistonin disa lloje ndërhyrjesh, për shembull me përdorimin e indeve nga barku si një lloj tamitak, apo me flejp nga shpina, dhe njerë duke kombinuar disa teknika të ndryshme. To evaluate the patient at the beginning of the treatment. Por sot qasja ka ndryshuar, pacienta duhet të informohet që në fillim të trajtimit, në rreth 90% të ndërhyrjeve të mia, në të njëjtën seancë, operacioni ku marr pjesën dhe kirurgu i përgjithshëm, ai heq tumorin dhe vendos nëse do të ndiqet me kemioterapi apo radioterapi. Dhe unë vazhdoj me njëherë me vendosjen e implantit ose ekspanderit për rekonstruksionin e gjirit. For this all patients. Të gjitha gratë duhet ta dinë që po ekziston një trajtim i tillë. Në fillim sigurisht që ato ndihen të friksuara nga diagnoza që lidhet me jetën, por pas 3 apo 6 muaj shumica prej tyre kërkojnë rekonstruksionin. Prandaj është shumë e rëndësishme që kirurgët të përgjithshëm, onkologët dhe vetë pacientët ta kenë mendje që në fillim ne jemi të gatshëm të ofrojmë rekonstruksionin që nga hapi i parë. Oncologs and patients needs to keep it in their mind. Nëse përfshihemi që në fillim të trajtimit, ne mund të zgjidhim problemin me lehtë. Dhe njëherë madje mund të arrijmë ta kryejmë gjithë procesin, heqjen e tumorit dhe rekonstruksionin në vetëm një seancë të vetme kirurgjikale. Maybe with one session we can solve everything. Doktor, ndërhyrjet plastike, estetike bëhen gjithnjë më të zakonshme edhe për meshkujt, siç është ajo e ginekomastisë. A mund të na tregoni, të na flisni më shumë rreth kësaj? Ginekomastia është një problem i madh për shumicën e meshkujve. Në mënyrë të veçantë në moshën e adoleshencës, kjo gjendje ndikon shumë në aspektin psikologjik. Pasi fëmijët ndihen të pasigurt dhe shpesh bëhen objekt talleje. Prandaj është shumë e rëndësishme të ruajmë dhe të mbështesim shëndetin mendor të këtyre fëmijëve. Në shumicën e rasteve, ginekomastia është idiopatike, që do të thotë që nuk ka ndonjë shkas të qartë mjekësor. Pas moshës 18 vjeçare, unë realizoj këtë ndërhyrje, por gjithmonë në bashkëpunim me pediatrin ose mjekun internist, të cilët duhet të japin aprovimin. Po mund të bëhet ndërhyrja. Çdo operacionit ne e heqim yndyrën dhe indin gjendror përmes vrimave shumë të vogla, ngjashëm me procedurën e liposuksionit. Në rastet kur gjendja është më e rëndë, mund të nevojitet të bëjmë edhe një prerje për të larguar indin. Të kjo mund të lërë një shenjë, por në shumicën e rasteve ne arrim të mos lëm asnjë shenjë në zonën e gjoksit. Po çka duhet të kenë parasysh pacientët që e konsiderojnë këtë procedurë, doktor? Po, në këtë ndërhyrje, në të gjitha rastet e mia, ne hapim vrimat e vogla për rreth kompleksit të areolës dhe hymë në thellësi për të hequr indjen e tepërt. Pastaj bëjmë çepjet e nevojshme dhe punojmë me formësimin e zonës, por sot ekziston një teknologji e re që na ndihmon shumë në këtë proces. Teknologji që shkrin indjen e tepërt pa pasur nevojë për prerje të mëdha. Pra, përmes vrimave shumë të vogla, hym brenda, e shkrim dhe e largojmë indjen dhe njëkohësisht bëjmë një lloj hekurosi të brendshme të lëkurës për ta shtrënguar dhe formsuar me mirë këtë zonë. Pas kësaj gjithçka vendoset në vendin e vet me kujdes. Pacienti duhet të mbajë një korset të posaçëm për rreth 4 javë dhe më pas mund të kthehet në jetën e përditshme normalisht. Doktor, cilat janë disa nga këshillat që mund t'ju japni atyre që po e mendojnë një ndërhyrje estetike për herë të parë?
Pra, pse duhet ju zgjedhin juve dhe Spitali Amerikan 2 në Kosovë? We don't advise for a standard. Ne nuk rekomandojmë trajtime standarde. Ne i përshtatim trajtime sipas nevojave të pacientit. Pra, kur pacienti vjen dhe thot, kam nevojë për këtë, ne mund të zgjidhim problemin. Nuk përdorim teknika standarde. Mendojeni si një ushtri e madhe. Kemi mira armë dhe mund të përdorim secilin prej tyre për trajtimin e pacientëve. Në profesionin tim, unë besoj se nuk ka smundje për ka pacient. Ne mund të përdorim strategji të ndryshme dhe t'i ofrojmë pacientit më të mirën e mundshme. Different kind of the strategies and we can give the best for the patient. Doktor, unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në emisionin Shneta dhe dha disa informacione shumë të rëndësishme rreth ndërhyrjeve estetike që bëni ju në Spitalin Amerikan 2 në Kosovë. Thank you. Shikues të dashur, unë ju falenderoj që na ndoqët të gjitha materialet e Shnetës, i gjeni edhe në kanalin zyrtar të T7 në YouTube. Ne takohemi sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqe Shnetën. Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan.